Imam Tahawi, Allahu më shiroft, në vazhdim të vargjeve të akides së tij, duke na treguar për Allahun e madhëruar dhe cilësitë e tij të larta, thot: "Ma zala bi sifatihi qadiman qabla khalqi", vazhdon të jetë i hershëm me cilësitë e tij, siç ka qenë para krijimit. "Lam yazdad bi kaunihim shay'an lam yakun qablahum min sifatihi", nuk ka shtuar ndonjë cilësi që s'e ka pas para krijimit të tyre. "وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا", siç ka qenë me cilësitë e tij i hershëm pa fillim, vazhdon të jetë me to pa mbarim. Autori, Allahu mëshiroft, do të na tregojë me këtë fjalë se cilësitë e Allahut madhëruar janë si vetja e tij. Vetja e tij është e hershme pa fillim dhe kështu janë edhe cilësitë e tij. Kjo sepse cilësitë e Allahut madhëruar janë të plota dhe nuk janë si cilësitë e krijesave që formohen me kalimin e kohës. Për shembull, njeriu kur është i vogël, as flet, as punon, as koncepton, as di dhe as mbrohet, që të gjitha këto formohen me kalimin e kohës, ndërsa Allahu madhëruar nuk është kështu, cilësitë e tij janë të hershme pa fillim, siç është dhe vetja e tij. Popujt kanë gabuar në lidhje me Allahun e madhëruar kur kanë thënë për të atë që nuk është, dhe ky është zullumi më i madh. Deri kanë gabuar edhe ata popull që kanë pasur një lidhje me profetet, kur ata lanë dhe nuk ruajtën mësimet e tyre. Për shembull, jehudët thonë, Allahu i madhëruar u pendua për krijimin e njeriut kur pa gabimet e tij, dhe ky është mendim krejtësisht i gabuar në lidhje me Allahun e madhëruar, sepse do të thotë se ai nuk e ka njohur krijesën e tij derisa ai veproi. Ata gjithashtu thonë se Ademi a.s. kur hëngri nga pema ndaluar, u zbulua trupi i tij dhe u fsheh pastaj në xhenet, dhe atëherë Allahu madhëruar i thirri dhe i tha: "O Adem, ku je? Mos ke ngrënë nga pema ndaluar." Dhe kjo gjithashtu do të thotë se ai as e pa veprimin e Ademit a.s. dhe as e pa atë vetë pasi u fsheh, dhe imagjino çfarë ndikimi negativ ka kjo pastaj te krijesat, sepse bie ndjesia mbikëqyrjes dhe shikimit të Allahut madhëruar. Pra, cilësitë e Allahut madhëruar si dija, shikimi, mëshira, fjalët, krijimi, që të gjitha këto janë cilësitë e hershme, mirë po kë ka për qëllim autori me këtë fjalë? Ai me këtë fjalë ka për qëllim disa grupacione të dala nga Islami, të cilët i mohonin këtë cilësi, duke menduar se nëse i pohojnë ato, do rezultojë prej fjalës së tyre se ka më shumë se një të hershëm pa fillim për këtë botë, ose ndryshe më shumë se një Zot. Në fakt, ky arsyetim është krejtësisht i gabuar, sepse cilësitë e Allahut madhëruar nuk janë të pavarura prej tij dhe as të ndarura prej tij, ato janë bashkë me të, dija e Allahut madhëruar është pjesë e tij, po ashtu fuqia, po ashtu shikimi, po ashtu çdo cilësi tjetër është pjesë e tij, siç ka ardhur në hadithin e duave të profetit sallallahu alaihi wasallam, ku thoshte në duat e tij: "A'udhu bi'izzatillahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir", i mbështetem kënaqërisë Allahut madhëruar dhe fuqisë së tij për të më mbrojtur nga ajo gjë që ndjej dhe i friksohem, sepse kënaqëria e Allahut dhe fuqia e tij janë pjesë e tij dhe betimin e to është si betimi në fjalën Allah apo në veten e tij. Po, kjo mund të ishte e gabuar nëse do imagjinonim cilësi të pavarura nga Allahu madhëruar, siç thonë të krishterët në lidhje me Trinitetin, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Ata thonë, këto të treja janë tre gjëra të ndryshme dhe të pavarura, ama janë një. Po, kjo është gabim, është shirk dhe dhujtari, sepse pavarësia se cilës prej tyre bën atë Zot dhe fjala një pastaj nuk ka asnjë kuptim dhe asnjë dobi.